Dasma parë në Macedoni, unë kisha dëgju që atje qisin shumë bakshishe. Do më thonë, dihet botërisht, kush flet për Macedoni e kanë atë idejën e lidhin që anena ka shumë pare, qisin shumë bakshishe. Edhe mu më thanë që qështu atë në kopë shumë bakshishe, edhe dasmën e parë, Kozheri, do më thonë mush, shkum atje, na kemi qenë bendi madh orkestrës, edhe nuk i merr veç këngëtari bakshishet, ato ndahen. Edhe na qetën shumë pare, po ato janë denar, do më thonë nuk janë euro, edhe unë nuk i kisha idenë çfarë pare janë, as nuk kisha lidhje me valutën, sa kushtojnë ato. Tash vishin fëmijët na qeshin paret letrës, ata këtë paret letrës. I madhe i vogël, do më thonë një thesë mu shumë e pare, një thesë, tash sa më në të më thonë. Po këtë letrës, edhe atë ko shkojsha me babin ndasma dhe më tha, ka të shkojna pe blem një kërë, qatë shumë pare pas ko me marë. Edhe kishëm dëgju që ka shumë pare, edhe në fund, kur pindojmë, ka 80 euro në ranë se cilit. Se ato ishin konë 10 cent të letrës, 10 denar, tash të di sakta i vjedh 10. Do kartë monedha kështu shumë, a vlera? Po, shumë pare të letrës, po vlerë shumë pak. E që kjo konë shumë interesant edhe moj men, edhe në si rast. Dafine, po me që ato 80 euro, sta jo në kund, bakshish i pari joti, qa ke bu? A mon men, qa ke ble me që ato pare? Bol kanë qenë? Në atë ku kanë qenë bol, po me tregu drejton prindit gjithë ja kom dhënë pare, se edhe jam kone mitun, jam kone vogël, se shumë e reja kom njës me knu. Dafina, keni pas me kalimin e viteve në kësi problemi, për shamull, problem kushtimisht në për dasma, sigurisht që në ndërkohë kërkohet edhe në i kongë patriotike, a ju ka ndonë në i herë ku keni këndu në ambjentet hapën në ndasma, me pas probleme që me ardhë në spektorat